Përshëndetje gjithë, jena këtu me video 3, ku kena me bo unboxing një produkt shumë çuditshëm që s'ma merr te menja në herë që kam e bë. Siç mund ta shihni ja 2 kuti goxhat mëdhaja, kështu që do ja nisim me të madhen një herë, se me sa di unë kjo ka aksesor, kurse kjo është pajisja. Kështu që shkojmë edhe hapim këtë. Shkojmë edhe heqim këtë. Okej, mund ta shihni këtu një krah më duket, ku diun çaj bie tjetër kjo një anë të saj. Okej, si plastikat kuqe, pas edhe të tjera këtu poshtë. Okej. Siç mund të shihni këtu, që kanë kabullat, tip baterie po duket, pajisjet e lazerit. Shkojmë tash i nxjerrim edhe të nisim montimin. Opa, ja ku janë gjitha këto. Këtu pas kemi edhe një copë druni, manualin. Okej, tash këtu është pajisja, që na duhet me ngrejt se është e rënë goxha. Okej. Të më drejtë më mirë tjeti montum kjo lloj produkti se sa ta montoj blerësi, se mund të bëj një gabim. Janë edhe këto dyja, edhe këto 3 hekurat. Okej, dhe unboxing mbaroi, tash shkojmë me montimin. Okej, sipas manualit duhet me ja nis me këto, duhet me montu këto dyja edhe këtë në mes tyne. Siç mund ta shihni aty kena një USB-C duket. Këtu e ka veni për me hy. Fusim këtë anës tjetër. Edhe siç mund ta shihni hyni nga dy anët. Tani shkojmë edhe fusim vidat. Okej, siç mund ta shihni po fusim këtë peciklazin e kuq, po fusim këtu te kanali. Okej, tani në anën tjetër kena me vu këta. Kjo që ka me 2 pjesë që ka ndame, domethënë se çeka si ai tjetra. Shkojmë edhe fusim. Kjo këtu nuk është se ka nevojë për vida, për me nejt në vend se kjo është dera, kështu që ka me lëviz nalt e poshtë. Tash e ka radhën kjo pjesa tjetër, që ka këto switchet tu anash. Okej, kjo pjesa si për me maroj, tash duhet më shku me bazamentin. Okej, tani siç mund të shihni këto, futen te këto vrimat. Siç mund ta shihni vum gjitha këto, tash e ka radhën. Besoj se bazamentin e mbarum. Okej, tani është koha për me vu lazerin, i cili është 40 watt, është shumë i fuqishëm, edhe kjo futet më këtu. Edhe shtrëngojmë vida tu, që mos lëvizi. Tu kemi tubin e aerimit, edhe fisha që futet tu. Edhe hyni. Nësa tubi aerimit hy këtu. Voilà. Okej, tash e ka radhën kjo. Në rregull, do vëmë edhe këto ansorët. Kjo e ka ventin këtu. Do të më fut vida tash. Tash kena edhe këtë tjetrën në cili siç mund ta shihni ka dalje me ventilator pasi lidhet me tubin. Okej, siç mund ta shihni kena marrë të dyja panelet edhe është përfunduar si formë. Tash kena vu tubin, ja ku vendoset tubi të dalja. Edhe gjëja fundit na duhet me lidh pompën e ajrit. Shkojmë heqim këtë, edhe fusim tubën. Ana tjetër vendoset tu. Edhe ushqyesin e energjisë. Okej. Si fillim shkojmë edhe e ndezin pajisjen. Kur janë gjitha dritat jeshile, i vjen që çdo gjë është në rregull. Aplikacioni me cilin kena me kontrollu lazerin është Lightburn. Edhe këtu na thotë që do ta lidhim pajisjen, domethënë lazerin, me kompjuter. Shkojmë fusim USB-C këtu. Shkojmë shtypim next. Edhe ja ku del. S'po ndroj emrin, peresi që ka. Tani shkojmë okej. Okej. Tashi do shkojmë bëjmë një test. Aplikacioni ka me bë këto si shenja BMW-je në përcepe, që me pa ashtu funksionu kamera në rregull, që mund ta shihni kamera aty. Shtypim këto frame e pa a është e kuptuar herë se ku është. Edhe mund ta shihni. Okej, tani para se të shkojmë edhe pse kjo si lazer konsiderohet e klasit parë, që i bie nuk është shumë rrezik, po prapë për siguri, merrna kuti keni edhe syze, që e bëjnë çdo gjë jeshile, valla, për momentin çdo gjë jeshile për mua. Edhe këto janë për me të mbrojtë nga lazeri. Okej, shkojmë edhe e hapim. Domethënë testi është i suksesshëm, çdo gjë duket në rregull. Krali tim kanë sjell shumë nga këto drut, kompensata, mo çfarë thoni si doni.
Për me ju tregu ju shumë shembuj ndryshëm. Unë që mos me zgjat me ju bëjnë 100 herë të njëjtën gjë, kam vendos vetëm bëj 2 gjona. Që të kenë lidhje pak me kanalin, vendosa të bëjmë një shqiponjë të Shqipërisë, edhe naj Goku ku diun. Tash na duhet vetëm me hynë nëpër internet edhe me gjet eksakt se ç'a du, edhe me vu settingsat e duhura për këtë gjë. Okej, tash për gjë të parë, kam vendosur që të kjo drasa vogël që të vjen me ta, vetëm një të vogël cillin, bëjmë logon e granitit. E kam bërë të bardhë edhe pjesën e kuqes se druni nuk ka ngjyra. Kështu që është si tip dhurate. Kështu që shkojmë. Shkojmë edhe lejmë drunin e vogël këtu. Shtypim këtu update overlay, që të na nxjerrë fix ku druni edhe ta vendosim mirë shqiponjën. Okej, këtu besoj se është drejt mjaftueshëm, kështu që shtypim home të kthehet në vend vet ajo. Mbyllim edhe kapakun. Edhe tash mund të shtypim start. E thot tu se për sa kohë e bën. Tu mund ta shihni duke punu. Për arsye se ka shumë zhurmë, po e bëj skip këtë pjesë. Okej, tani është gati. Shkojmë me hapin. Vetëm shifeni. Sa qartë. Edhe pastër. Besoj të jap granitet herës tjetër që të atakoj. Kështu që bëjeni subscribe që mos ta humbni atë video. Me që këtë drasëm për me bot teste, te provon me teste, bona edhe budalliqesh nga dy anët, ama pa merak. Se Creality na kanë sjellë 2 kuti plot me drasa. Shkojmë t'ju tregoj. Siç mund ta shihni këto janë ndryshe, njëra ka dru të errët, njëra pak më të hapur. Tradhës po mendoj ta bëj me kët. Okej. Shkojmë edhe vendosim. E bëjmë këtu update overlay edhe del drasa. E pasëm shumë poshtë. Shkojmë edhe bëjmë import këtë që du. Dhe vëmë këtu të cepi. Siç mund ta shihni është Goku me plise me rroba tradicionale shqiptare. Shtypim butonin home të kthehet ajo. E mbyllim. Okej, tani shkojmë me start. Okej, me sa duket kam mbaru. Shkojmë edhe e shohim. Shif. Ua, qa detaj është. Mër gok, mër patriot, shifini detajet në dritë. Detajet në flokën, roba. Shifo, valla, duken detajet e të gjuha. Ja, seriozisht me këtë më ka surprizu. Me këtë këndvështrim edhe këtë ndriqim, u duka si ngjyra e murit mrapa. Por ndoshta vejnë mur këtu, që ka shumë e lezetshme. Okej, do bëjmë edhe diçka të fundit. Me që jena gati 100.000 suba, gati. Jena afër, jo gati. Kur bën 100.000 suba, merr këtë play butonin. Po si eksperiment për qef, po i bëj gati vetas një play buton druni, me gdhendje do me thonë, që të bëjmë gati për të vërtetin mrapa. Po ju të bëj dizajnin kompjuter një herë, sa po ta marrë dhe jo të regoj. Okej, siç mund ta shihni dizajnin, kam heq çdo gjë të mundshme, kam lënë PNG, do të thonë vetëm pjesë emri, presented to, Alkings 100.000, logoja, kështu që kështu do duket pak a shumë. Me që e para ishte me këtë drunin e bardhë, e dyta me këtë që është pak si i kuq. Vendosa play butonin ta bëjmë me këtë, si duket si parketi zi. Shkojmë me vendosim drunin. Gjithmonë update overlay një herë. Importojmë play butonin. Okej, besoj se është në rregull, shkojmë me vëmë home këta. E mbyllim. Okej, sipas asaj do mbaroj shpejt. Okej, pas e nisa të play butonin e madh, e kisha lënë fuqinë shumë të naltë pa dashje edhe prisha fshesin me korrent. Vetëm kur erdha e gjeta me tym gati tu mër flak. Mi futi një 2 shpulla mami edhe tash jam ku jam këtu. Që mos thumsha më kohë, thjesht u dorëzova. Kjo është e para që bëna është si tip eksperimenti ku isha tu provu settingsa. Shkronja të skandal mirë se thjesht të kthen anash. Kështu që përfundova me këtë. Ky është play butoni drunit. Si që zvogloj YouTube i play butonin e ka bot vogël fare, edhe unë e bona me drun të vogël fare. Së originali s'është aq, po veç me që ju premtova play butoni ako është. Okej, edhe këto janë punimet që bëm. Logoja granitit, Goku,
Llaka e YouTube-it, edhe kjo. Eksperimente bona boll, po s'ja kam tregu ju se janë shumë kot. Do të më marr vesh nga këto gjëra për me bë mirë, edhe unë s'marr vesh. Prapë falenderoj Geraldin që ma kanë sjell. Qofse ju jeni të interesuar, linkun e keni në description. Edhe bashkë në videon e radhës. Bye bye.